Po fillojmë, edhe në ndërkohë gjatë përgatitjes unë kam me të bo muhabet, shpresoj që s'kam me të pengu ose me të ndalë ashtu prej punës, edhe pse me siguri e mësu, tu gatu me bo dhe diçka tjetër, unë ju thash në fillim të emisionit, të kisha pas një karrikë stomatologjike edhe krejt stafit ju kisha me shumë krahasi. Kuzhina ndonjëherë është e sikletshme, po është gjoja që çdo ditë e kemi. Është e pamundur me ikë. Ndonjëherë edhe në familje ashtu kur bisedojmë, thot dikush e mbaj një pastruese, dikush i më bën punë të shtëpisë, unë me dëshirën time kisha marrë një kuzhiniere. Ose një kuzhinier. Mendoj që kishir më e mira mundshme për një familje se sa dikush e bën pastrimin e shtëpisë. Po, unë mendoj që ato se nganjëherë është ai stresi edhe sikleti më i madh se çka me përgatit. Kur e ke caktu, menosh a e ke dhe shumë atlet. Ma let punon se sa me zgjedh çka me përgatit. Shumë. Në fakt, unë në shtëpi, kur e disha se sot jam në emision, kam ndaj deri vonë për me përgatit dritën në shtëpi për sot, sepse është problem me fëmijë me krejt me ilon pa drejkë. Çka ju ke përgatit në shpet e dija, po na përgatit ma mirë neva në shpet sot. I bureku nuk është se e ndroj shumë me gjana të tjera. Ju kom përgatit një gjell me patate dhe me kocka të vogla të mishit. Është e lehtë për verës edhe është kogja e shish. Je shumë. Ju ftoj edhe atje. Edhe me shumë qef. Kishim ardhur me po edhe në shpet, se qysh është një ditë e jotja. Unë po filloj me pastru spinaqin, ndërkohë edhe pak po e heki këtë pjesën e tjetër, ta kishim pas edhe një shport për me i vendosë. Po, unë tash të me njëherë. Spinaqi don pak ma shumë me pastru, ndoma si cilën fije. Unë mendoj që sa ma shumë ka pjesë të dhejot ashtu është ma i shëndetshëm se një metodë të cilën e përdorin në shtëpi për pastrim, pasi që t'i loj fletët një nga një, është edhe ashtu me lanë në një endë të mbushur me ujë, me një lugë thot bukës, për me i largu pesticidet cilat fatkeqësisht po i spërkatin shpeshherë dhe po i blem në markete. Dhe soda bukës ka ndikim shumë të madh këto në largimin e pesticideve. Sidomos këto ndoshta që rriten edhe në tokë është goxha ma probleme dhe janë pak më papastërta se sa këto e dojnë më shumë punë me i pastru. Për me i pastru po, prej pjesës dhejot pa tjetër që po është problem edhe pjesa që po i spërkatin me mirit shpejt. Pesticide, sepse e kam vrejt për shembull ku sa është market kjo po qëndron mirë. Momenti që e merr në shtëpi, shumica e pemëve për një kohë shumë të shkurtër pe humbin ato vetite e mira të shëndetshme që i kanë. Metoda me i lan pak me sodë bukës, për një kohë me qëndru, është shumë e mirë. Një gjysmë lugë sodë bukës edhe pak ujë, mendoj që i largon kogja mirë pjesën e pesticideve.